Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur recetën tradicionale shumë të dashur për ne. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë do shtojmë 4 vezë, nëse keni vezë fshati, akoma më mirë, 800 ml qumësht, një lugë krip, masën do ta përziejmë shumë mirë dhe do shtojmë një maj luge pluhur fryrës. Receta tradicionale e gjysheve tona nuk e ka si përbërës, por unë kur e kam provuar më pëlqen se si qëndron pas pjekjes dhe e vendos pak një maj luge çaji. Bën që petët të hapen shumë mirë dhe byreku të fryhet pak më shumë. E ndihmon edhe në pjekje gjithashtu për një pjekje akoma dhe më të mirë. Pasi e përziejmë shumë mirë, tava është gati, na duhen 200 gram gjalp i tretur, e lyejmë tavën me pak gjalp, kam përdorur 10 petë të pjekura të gatshme, i ndajmë në copa dhe i zhysim në masën e lëngshme që përgatitëm dhe i rreshtojmë në tavën e pjekjes. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi vendosim shtresën e parë, i ngjeshim pak me duar, kështu si po shihni në video, duke shtuar edhe gjalp dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbaroj masa, pra një shtresë me petë të pjekura të lyera shumë mirë, duke i shtuar edhe gjalpin e tretur. Nëse gjalpin e keni fshati, si në rastin tim, tava do marrë një shije vërtet shumë më të mirë dhe atëherë aroma ka vërtet shijen dhe aromën e recetës tradicionale të byrekut me qumësh dhe petë të pjekura. Pjesën që mbet e shtojmë në sipërfaqe, gjithashtu edhe gjalpin e mbetur. Nëse petët i pishni vetë, është akoma edhe më mirë. Unë në këtë rast i kisha të gatshme, nuk kisha mundësi që t'i pishja. Unë e kam pjekur në 200 gradë në furrë të parangrohur derisa të jetë gati dhe të marrë këtë ngjyrën që po shihni. U bë vërtet shumë e mirë, shtëpia u aromatizua nga aroma e gjalpit dhe kishte një shije shumë të mirë. Të gjithë e pëlqyen në familje dhe mbaroi shumë shpejt kjo tavë. Si ju duk si recetë, po ju si e përgatisni? Nëse keni dëshirë, mund të shkruani përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.